Në Gjibër, Përshëndetje. si e? Mirë, faleminderit. Si është BDI-a? BDI-a më e fortë se kur, Pse? për shkak se gjithmonë BDI-a ka konkuruar me premtimin. Ka pas oponent premtimin, ajo krahasimin. Okej. Për herë të parë njerëzit kanë mundësi të krahasojnë. Domethënë para 8 muajve këto thonin do e bëjmë ndryshimin, kur të vim ne do bëjmë çuditëra, ne kishim kryeministrin, ata do e binë, kush e di kë për mbi kryeministrin. Ne kemi bë kaq punësime, ata do i rrisin punësimet. Ne kemi bë zonat ekonomike, ata do i shtojnë zonat ekonomike. Edhe njerëzit normalisht gjithmonë Besoj. besojnë, shpresojnë për më mirë, secili është instinkt njerëzor që shpresojnë. Edhe ishte vështirë, ajo ishte betejë ndërmjet realitetit edhe abstraktës. Për herë të parë, njerëzit tash mund kjo fushat e ardhshme zgjedhore do jetë krahasim ndërmjet të BM-ave.